kjo një na lën përshtypje që ne në fund do ndalim fitimtar. Ku udhëheqësit e degëve të kësaj organizatore janë vjedhur për të parë drejt për drejt seancën që sot seancën ka nisë në seancën përfundimtare që veç do të nisë ose ka nisur edhe pas pak çaste do të nisë edhe transmetimi. Megjithatë për më shumë detaje këto akve vetës kemi edhe kryetar me kësaj organizate zoti Gusati. Zoti Gusati, çka po bëhet? Sot themi është nisja e fundit të një gjyqi maratonik, çka po presim nga kjo seancë? Faleminderit juve që keni gjithkohë marrë. Pastaj do të vendoj kolekti i Xhavit Jashari, kryetari në shoqërinë e familjes, por në shurtë kryetari i Validë dhe dy nën kryetar, Gazmen Sylli dhe Fatmir Subi që sot këtu dhe në zyra tjera kemi shok tjerë që nuk e përfshin seancën. Ne sot nuk presim diçka mrekulli, sot ka fjalën përgjithësore gjithë prokurori ka, edhe ne e dim se çfarë do të kërkon prokurori. Po në ditën vazhdim presim vendimi i verdikt që do të kipet diku ka mesi moj. Është shumë e rëndësishme për neve që besojmë, shpresojmë që do të jetë një vendim pozitiv në të mirën e atyre burra që nga padrejtisht që 5 vite gjysmë. Po ju e prisni një epilog pozitiv nga gjithë kjo maraton. Duke me besu fuqishëm, duke menduar dhe duke ditur se kush ka qenë dëshmitar falsifikum apo dëshmitar përpunum që dihet jo vici, jo lup, ajo moli, jo kjo, jo ka thonë, ose të bovo kam dëgju, duke ditë gjitha të dëshmitar të falsifikum që kanë qenë atje, apo dëshmitar, do të them që janë fabrikum nga çarqet ndryshme, sidomos nga Serbia, direkt nga Serbia, nga UDB-ja, apo nga OZ-na tjerë që kanë qenë atje ata dëshmitar, unë besoj se mbrojtja e këtyne 4 persona, presidentit dhe të tjerëve, do të jetë gjitha poshtë ato vretjet që i kanë bosë ata dhe ata të akuzët të jedhin poshtë. Ne s'kemi qenë organizatë kriminale, ne kemi qenë organizatë shqerimtare e vendit tonë, kombit tonë dhe qytetarëve tonë. Duke po ata në dëshmitarët e fundit të mbrojtjes, që kanë qenë ndërkombëtarët, që du të falenderoj njerë në emrin tim dhe në emrin të shokëve, që kanë mbrojtur interesin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vetë qytetarët të Kosovës, kjo një na lën përshtypje që ne në fund do ndalim fitimtar.